Bashkëluftëtarët e ish-krerëve të UÇK-s kanë paralajmëruar se nuk do të rinë duar kryq ndaj padrejtësive, se kjo po bëhet atyre në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag. Ata paralajmëruan se do të ulen së shpejti për të shërtuar hapat e mëtejme përderisa do të kërkohet drejtësi për qëllimtarët. E ndjekim në vazhdim një deklaratë të kryetarit të OVL UÇK Hysni Gucati. Kjo gjykatë për fillimi deri në fund, deri me ditën e mërkurës, ka gëny, ka shpif, ka montu, ka morë njerëz të filtruar, ka morë njerëz është që kanë qenë bashkëpunëtorë të Serbisë, të lloj metode ka përdorur për me gjunjëzu apo për me qitë Ushtrinë Shqiptare të Kosovës si organizatë për bashkë kriminale. Shoqatat të dalën nga luta, 3 shoqatat të dalën nga luta, nuk do të rinë duar kryq me veteran, bashkësh me shok tur me këtë me shoqëri civile do të bisedojmë, do të ulim shumë shpejt për hapat. Tash mas 17 shkurt që ma një protestë e madhe mbi 100.000 vetë, Prishtinë që i përgëzoi gjithë ata qytetarë në atë kohë të ftohtë se janë halon, si sa këtu, po i përgëzoi ata qytetarë që kanë marrë pjesë, edhe shokët e mi i përgëzoi. Na do të ulum, 3 shoqatat dalën nga luta, do të bisedojmë për hapat e madhëshme, po na do të qymë gjithmonë çka tash mas. Kuba është para kolapsit të plot